Nga të njëherë paraqitet nevoja që tekstin tonë që kemi në dokument ta shënojmë në ma tepër kolona. Në dokumentet tonë shumë rrallë përdoret shkrimi tekstin në ma tepër kolona, po përdoret ma tepër në gazetat të punimi plakateve, artikujve dhe më thonë tjerë. Shkrimi në kolona mund të zgjidhet para se të fillohet të shkruhet teksti ose të bëhet palosja renditja ati në kolona pasi që të shkruhet teksti. Këtu e kemi rastin kur e kemi shkruar një tekst, tash po dëshojmë me paraqit në dy kolona. Marrim e zgjedhim tekstin, shkojmë në page layout dhe e kemi tash këtu zgjedhën columns. Një kolon, dy kolona, tri kolona, dy kolona majtas dhe dy kolona djathtas. Në qoftë se dëshirojmë ma tepër zgjedhje, shkojmë në ma tepër kolona. Edhe këtu e kemi një kolon, dy kolona, kur i kemi për masat e njëjta të kolonave, ose mundim i marë majtas djathtas ose ma tepër kolona, këtu zgjedhim ma tepër numër ma të kolonave. I thona OK dhe tash e fituam tekstin në dy kolona. Teksti mund të modifikohet, me thonë gjërësia kolonës mund të modifikohet, ajo ose paraprakisht me thonë mund të modifikohet.